15 marsi shënon ditën botërore të konsumatorëve. Qytetarët shkodran kërkojnë më shumë kontroll, veçanërisht në prodhimet e bulmetit dhe mishit, pasi sipas tyre nuk janë të sigurta. Gjaja më delikate në vendin tonë është mos kontrolli rrept i ushqimeve që i bëhet në gjitha sferat. Ministria përkatëse edhe Drejtoria Përgjithshme e Konsumit Ushqimor duhet bëjnë një kontroll të rrept, sidomos në ata njësi ku populli ban tregti ose blen në mënyrë të vazhdueshme. Ka ushqime të nevojë për mu kontrollu, edhe mund gjinden gjana. Përpiqen ashtu me intuit, me ira gjithmonë me bleje dhe gjanat të rregullta. Ose gjë nuk është që mund të hambi ashtu siç duhet për organizmin tonë. Ana tjetër, drejtori rajonal i AKU bën me dije se konsumatori duhet të ndjetë i sigurt, pasi monitorimet e kontrollet janë të vazhdueshme. Aktualisht për qarkun Shkodër nuk kemi pas asnjë rast për produktet ushqimore, rast që ka ardhur në një alert apo probleme të tilla që mund të ketë për sigurinë ushqimore apo mund të ketë për problematik për konsumatorin. Dita botërore e konsumatorit ka për qëllim ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve, si dhe mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve. Apeli i konsumatorëve u drejtohet institucioneve për më shumë kontrolle rigoroze dhe siguri ushqimore.